është 2:45 dhe më duket se më ranë ujrat. Shkova në tualet dhe nuk e kontrolloja dot qiqin, besoj që kjo është. Dhe ishte me shumë gjak të freskët, tani kam dhimbje aty poshtë. Kështu që të shkoj ta kontrolloj se gjakun në shtacani nuk është aq i mirë. Ndoshta me vërtet kam plasur ujrat edhe do vi baby. Mos gëzojmë para kohe. Shkojmë ta shikojmë. Kisha një moment shumë të bukur që kisha vendosur muzikë, po stimuloja pak gjoksin për kulloshtre. Edhe aty fat ndjeva diçka të lëngët. Shkova në tualet dhe se kontrolloja dot qiqin, kështu që le të shkojmë të pyesim. Kam vendosur sorun. Në orën 3:30, sepse baby fle gjumë dhe duam ta zgjojmë që t'jenë matjet normale. Atje janë grafiku im poshtë, ka se unë ka më shumë dhimbje se që tregon ai. Dhe lart janë zemra e bebit që duket që është shumë e njëtrajtshme. Kështu. Ujrat më kanë rënë. Kështu që shpresoj shumë që tani procesi të filloj. Akoma nuk jam shumë qafa e mitrës nuk është hapur më shumë se ç'ishte, por gjitha nuk e di se si quhen, pjesët anemban janë larguar. Au. Tani do marr ilaçin që kam në dhomë, që mos kem mbase kaq shumë dhimbje. Dhe nëse dhimbjet nuk durojnë, do vi prap, po Shtefanin akoma nuk kam se ta alarmoj, sepse jam akoma shumë herët me hapjen, mund të zgjasë procesi deri në 12 orë. Ua, me këto dhimbjet. Ato prap te salla të marr një ilaç se nuk e përballoj dot dhimbjen. Sa po isha prap te salla e lindjes, sepse buskopani që kisha në dhomë nuk më ndihmovi fare me dhimbjet. Dhe tani më bëri një gjelbër kjo. Dhe më tha që do të ndihmoj shumë me dhimbjet edhe të flesh gjumë. Edhe unë këtë do përpiqem, që shqetësohem, se do jetë një ditë e gjatë. Edhe përpiqem të çlodhem sa më shumë. Para stuhis, kam shumë frikë tani. Po, unë do marr epiduralin, nuk i bëj kështu pa epidural sikur pas një ore, nëse nuk bëjnë më mirë dhimbjet, tha hajde prap të t'jap diçka më të fortë. Ardhur Shtefani më ka sjell një bukë, po e ha që mos futem e lodhur në lindje. Të kem çik fuqi. Ora 7, po vdes nga dhimbjen. Shumë e lumtur. Ora është 10. Pra kam gati 8 orë që jam me dhimbje. Duhet të kontrollojmë edhe një herë, sepse dhimbjet po bëhen shumë të intensive dhe po presim të vi mjekja të na jap ilaçin. Si ndihesh Stefan? Si ndihesh? Unë jam mirë. Kur shikon gruan tënde që
Okej, do ta mbyll tani se po vjen një tjetër. Hello Kian. Janë orët e fundit që jetë mami. Mos më shiko kështu se janë pak e shumtuar. Por të falenderoj shumë që shtazanit time ke bërë shumë të thjesht edhe shumë të bukur. Edhe me zi po pres të kem në krah. Sa po na thanë që ke një kokë në formë koni që do iki pas 24 orësh. Edhe unë me babin e kisha diskutuar që po sikur të vi djali me kokë koni. Edhe babi është këtu, ja do ta tregoj, edhe mezi po të presim. Doja të t'i thoja këto para se të dilje nga parku. Ku është dhe babi? Babi ka ndihmuar mamin shumë. Ja kom. Ti je gati që ta kesh në krah. Babi do të mbaj për herë të parë. Për herë të parë në krah. Okej. Po ti i parë. Jo, do ta mbash në krah in armen in arm. Zum ersten Mal. Nicht wird das erst. Hajde shëndetshëm, dakor? E tani mos na bën ndonjë surprizë në fund. Ora është 5:06 minuta. Mos më shikoni që kam qarë, u bëra emocionale, sepse morëm lajme të mira që kemi ecër përpara dhe koka e bebit qëndron në pozicionin e duhur. Kemi bërë përparime. Unë nuk kam dhimbje shumë të mëdhaja, kam vetëm pak dhimbje nga ana e majt, sepse epidurali ka zënë më shumë anën e djathtë, po janë dhimbje që unë i duroj dhe që më pëlqejnë, sepse i ndjej që po më vin dhimbjet dhe ndjej që diçka po ndodh, se përndryshe ndoshta do ishte një çik si kështu që okay, kam dhimbje por nuk ndjej gjë dhe mbase nuk e di. Kështu dua ta ndjej procesin e lindjes deri në fund. Shpresojmë shumë që sa është ora 5, domethënë që brenda 5 orëve të ardhshme ta kemi në orën 10, sepse në orën 10 mbarojnë punën edhe 2 hebamet dhe unë do doja që ta lindja me këto, se janë shumë të mira. Është një ditë e gjatë. Ka filluar që në orën 2 të mëngjesit, por kujdesi i mamive dhe stafit është vërtet për të vlerësuar. Stefani është gjithkohës me mua. Gjithkohës. Nuk e di kush e përjeton më keq, unë që kisha dhimbjet apo Stefani që më shikonte mua dhe ndjej i pafuqishëm për të bërë diçka. Domethënë nuk e imagjinoj dot që edhe unë të të shikoja aty në atë gjendje duke vuajtur për shembull dhe thjesht nuk bëja dot gjë, si do ishte. Ha? Është pak e dhimbshme, pak e vështirë. E imagjinoj dhe unë ta shikoja Stefani, njeriu që do që të vuaj në atë lloj mënyre. Është vërtet një sfidë. Gjithsesi dhe pak ka mbetur. Kiani është edhe pak, po jo them emrin se deri atëherë do e keni marrë vesh. Kiani është edhe pak brenda barkut të mamit. Ne nuk i kemi thënë asnjëriu që sot Kian po vjen. Prindrit e Stefanit vetëm e din që jemi në spital, po kaq. Nuk e din që tani edhe pak do e kemi djalin në krah, sepse çdo gjë ndodhi kaq shpejt, nuk kishim kohë.
Edhe pastaj do t'i marrim në video call dhe do t'i surprizojmë të gjithë. Ose nesër. Jam shumë e lodhur sot. Ndoshta sot vetëm do ta shijojmë me njëri tjetrin. Do përpiqemi të marrim një dhomë familjare që të fledhë Stefani bashkë me mua. Pas do filloj, ndoshta Sara dhe Charlie do e marrin vesh të parë sepse ti nuk do shkosh në shtëpi. Edhe do flem ndoshta nata e parë që do flem, jo ndoshta, se edhe për ta bëj vetë ose me operacion, ky djali sot e ka rrugën për te kratë e mamit. Dhe Stefani do ta mbaj për herë të parë në krah, mrap pika. Nuk e di kur do qaj më shumë, kur ma ven mua në krah, apo kur t'ja ven Stefani në krah. Mbetet për të parë. Okay. Okay. Gjithë çka mbaroj. Vuajtja mbaroj. Unë jam në stacion intensiv dhe asgjë nuk shkoj si në video para. Kështu që sapo të jem pak e fort, do vazhdoj videon që t'ju tregoj pak a shumë çfarë ndodhi. Nuk jam gati të hap zemrën për gjithçka që ndodhi, sepse po mbroj veten duke mos menduar më për çfarë ndodhi. Nuk e kalova dot asnjë moment me djalin, shumë pak, sepse ishim të ndarë. Ai ishte mirë në stacionin e tij, unë isha në stacionin intensiv. Stefani është me bebi është mirë, edhe unë po bëhem më mirë. Nga atje, sot që po e liroj këtë pjesë të vogël të videos, jam më mirë. Dhe uroj që sot, mbas dite, të bashkohem me djalin edhe me Stefan. Do t'ju tregoj më vonë.